Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 31. Data 31 tetor, dita e fundit e muajit të 2025. Duket se pikërisht kjo ditë është një ditë ku jashtëkëndshi i Mërkurit që formohet nga tek shigjetari me Plutonin në Ujor. Gjë që na ndihmon të kemi mendime, ndryshime, vendime, enigma, të zgjidhim të gjitha këto që të përqendrohemi në qëllimet tona. Ndikot kryesisht pozitivisht shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit, siç janë Dashi, Luani, Shigjetari, Binjakët, Peshorja dhe Ujori, ose dielli që kanë ascendente në këto shenja. Është një ditë gjithashtu që na ndihmon në lidhje me kontaktet që neve kemi, sepse gjithmonë dita e fundit e muajit, dita e fundjavës, mund ta themi kështu, sepse dita e premte, dita e afërditës na jep shumë mundësi dhe rëndësinë atë që neve duam të bëjmë, rëndësinë atë që ne kemi dhe momentet që janë momentet më të mira të mundshme mbi stabilizimin, konkretizimin e lidhjeve dhe të punës sonë. Por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar në disa ndryshime që mund të keni ose disa momente që janë mjaft pozitive dhe koha ka treguar që juve dini shumë mirë ku do të shkoni dhe çfarë doni të bëni. Këto shenja kanë një mundësi plus, sidomos paraditja është mjaft pozitive dhe konkrete në çështjet e punës dhe të karrierës sonë. Lidhjet me probleme ose keni pasur debate, keni pasur gjëra kësaj natyre, duket se kjo ditë është një ditë shumë e mirë për të rregulluar, stabilizuar familjen, të dashurën tuaj në lidhje me çështjet që keni pasur probleme në të shkuarën, sidomos lidhjet shenjat e tokës, që kanë disa çështje problematike, siç janë të shenjës së Demit, të Virgjëreshës dhe të Bricjapit. Megjithatë, kjo periudhë është periudhë, nëse do ta shikojmë në syrin kritik dhe të dimë se sa qysh ku çfarë ndodh në këtë aspekt, është dhe momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur problemin për ditën e sotme, sepse fillon një muaj me shumë ndryshime, me shumë angazhime dhe pak kohë për të menduar. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm në gjërat që duam të bëjmë. Tani, pas të fillojmë parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja Ros shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi, si në fushën e punës, në fushën e karrierës, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me biznesin, sepse me biznesin sidomos ka shumë gjëra për të thënë, në lidhje me çështjet që juve keni, ditore, mujore, javore, gjithçka që juve doni e keni atje, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, atëherë shkojeni në sekretaria, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve, siç kemi qenë dhe jemi çdo të mërkur në orën 21:30 për të marrë parashikime për pyetje përgjigje dhe këtu mund të zgjidhni dhe një nga pyetjet ose çështjet që juve keni këtë butonin këtu, e klikoni dhe duke ndjekur hapat atje dhe më pas dërgoni mesazhe dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Periudha e shenjës së Dashit duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet ndihmon në çështjet e financave, ndihmon në çështjet e biznesit, në lidhje me biznesin sidomos, sepse është një periudhë mjaft frytëdhënëse në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të papritura, kur është një moment mjaft i mirë, Dashi e ka këtë, por edhe në ndryshimin e ekonomisë, sidomos lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetë të parë dhe dashët e dhjetë të tretë, duke se gjërat janë perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, do të shkojmë tek një shenjë toke tani. Kjo është shenja e Demit. Periudha e shenjës së Demit duket se keni mundësinë në zgjidhje të çështje problematike ose disa gjëra që përpara ishte pamundur të zgjidhen dhe tani ka ardhur koha dhe momenti për të zgjidhur këto çështje dhe për të arritur qëllimin tuaj, sepse është një kohë shumë e përshtatshme, një moment mjaft i mirë, stabilizues në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendime të rëndësishme që mund të merrni. Gjithashtu ka të bëjnë me çështjet ekonomiko-financiare, në lidhje me mundësitë dhe mënyrën si gjërat vijnë, dhe kjo është një kohë shumë e përshtatshme dhe në ndryshime të mëdha që do të keni tani atje, kur është dhe momenti i duhur në stabilizime dhe në çështjet ekonomike. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e dhjetë të parë, luanët e dhjetë të tretë, duke se gjërat janë pozitive dhe jo problematike.
Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët duket se tani e tutje i kanë më të lehtë për të marrë vendime të rëndësishme, sepse binjakët kanë gjëra që mund t'i zgjidhin në lidhje me punën e tyre, mund zgjidhin disa probleme ose disa çështje që kanë qenë të vështira më përpara për t'u zgjidhur, por koha tregon që juve i keni mundësitë edhe është momenti më i mirë i mundshëm tani, edhe pse me vështirësi mund keni pasur në lidhje me disa keqkuptime, por kjo ju ndihmon në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e dur, disa çështje që vërtet është koha më e mirë e mundshme, por gjithashtu ka të bëjnë me një çështje madhore në lidhje me financat, ku gjërat janë mjaft pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me peshk duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforës. Për sa përket shenjës së gaforës, meqense gaforet duket se tani në këtë periudhë kanë disa vështirësi të vogla, por janë vështirësi kalimtare, jo problematike. Se juve mirë është që shikoni ku ndodhet problemi ose ku e keni problemin tuaj, por unë them që tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse shumë gjëra do të keni mundësinë të zgjidhni tani e tutje kur është momenti i punës, i karrierës, i ndryshimeve të mëdha që keni dhe momente të tjera që do t'i shikoni gjatë rrugës. Është një mundësi shumë e mirë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën, dhe duket se e vërteta është ajo që ndikoheni shumë në lidhje me çështjet e punës dhe karrierën, por jo vetëm kaq. Do të keni mundësi për të arritur në finish. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me dash duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Për luanët, në fakt luanët duket se janë mjaft të ndikuar në këtë periudhë, edhe pse kanë pasur probleme, edhe pse ka të bëjnë me ekonomi, ka të bëjnë me takime, ka të bëjnë me vendime shumë të rëndësishme, por njëkohësisht është një periudhë mjaft e mirë mbi zgjidhje të problematikave dhe të çështjeve të karrierës. Në anën ekonomike sidomos, me një çështje kreditimi është mjaft mirë që të realizohet dhe të përfitoni benefitet e punës suaj dhe të anës dhe karrierës, sepse vazhdimësia duket e mbarë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me peshore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat, meqense virgjëreshat tani e tutje, edhe pse kanë qenë dilemë për sa i përket një pune mjaft të rëndësishme dhe nuk kanë marrë akoma, domethënë që e presin diçka tillë, por është momenti më i mirë i mundshëm tani që të shikojnë çfarë do të bëjnë në vazhdimsi, sepse koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike dhe kjo bën që juve të jeni mjaft përpara për që në këtë kohë dhe jeni me shumë fat në çështjet ekonomike, në çështjet e biznesit, në lidhje me vazhdimsinë dhe korreksinë tuaj, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani e tutje do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë. Do ndryshojnë sepse në lidhje me periudhën e punës suaj, me karrierën tuaj, me gjëra që do të keni mundësinë për zgjidhur problematika të ndryshme, për zgjidhur gjëra që vështirë ishte më përpara të zgjidheshin. Por vjen një moment tani në disa projekte që keni, disa çështje pune, disa vendime, disa ndryshime që keni tani e tutje, përgatituni sepse gjërat janë në pozicionin më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë në planifikimin tuaj, në punën tuaj, në karrierën tuaj. Po, sepse lidhet me karrierën, lidhet me çështjet e vendimeve të rëndësishme që merrni, por edhe koha që ka të bëjë tani në këtë periudhë është periudha që vërtet zgjidhni problematika nga më të ndryshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për akrepët në fakt tani e tutje, duket se kjo periudhë që jemi tani, mundësitë janë të mëdha, po është momenti, është koha dhe ndryshime që do të keni tani e tutje, ndryshime që vërtet koha ka treguar që juve ju ndihmon fati, shansi, sepse jeni shumë pozitiv në ndryshime, në ndikime, në mundësitë arta që keni tani e tutje, por në kohë reale juve keni në lidhje me punën, sepse është puna ajo që
do t'ju ndihmojnë, do t'ju diktojnë në lidhje me ekonominë, me stabilizimin financiar dhe gjërat e tjera që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të 10 ditë parë, duket se gjërat janë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, duket se shigjetarët tani në këtë periudhë, edhe pse ndihen pak të mërzitur për disa gjëra që nuk i kanë realizuar akoma, por unë ju them që mos të mërziten fare, sepse është kjo periudhë mjaft e mirë në lidhje me karrierën e tyre, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të rëndësishme që kanë tani në këtë periudhë. Prandaj mos u shqetësoni, sepse është periudha më e mirë e mundshme për stabilizuar ekonominë, për të stabilizuar punën tuaj dhe gjërat e tjera, sepse do të shikoni gjërat të ndikohen pozitivisht tek ju dhe keni mundësinë më të mirë për të stabilizuar gjërat e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me peshore janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për bricjapët mund të flasim shumë dhe mund zgjidhim shumë probleme, sepse bricjapët kanë pasur dhe një kohë mjaft të përshtatshme në ekonomi, në stabilizime, por një periudhë që tani në këtë kohë kanë pak a shumë në dilemë se çfarë do të bëjnë dhe ku do të shkojnë. Por me kalimin e kohës, unë do thosha që është një periudhë e mirë kjo, është një moment mjaft i mirë, sidomos stabilizimi, konkretizimi i lidhjeje dhe periudha që ndikohen fenomenet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me virgjëresh duken të mbara, edhe pse i problemi i vogël me Dem do të marrë zgjidhje. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Çfarë ndodh me ujorin dhe ku ujorët kanë ndikime shumë të mëdha tani e tutje, ku gjërat janë shumë pozitive. Një moment mjaft i mirë, një moment që ka të bëjë me karrierën, ka të bëjë me ndryshime të mëdha në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha që keni, por ujorët në fakt kanë atë ndikimin e vet, mundësinë që ju jepet, por dhe një periudhë mjaft e mirë sepse do të zgjidhin shumë probleme të pazgjidhshme kur është momenti tani dhe gjërat janë pozitive mbi takimet dhe vendimet që merren. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashët e diçit parë, ujorët e diçit tretë duket se janë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, meqense peshqit tani e tutje shikojnë shumë përpara dhe kanë një të drejtë sepse gjërat kanë ecur përpara dhe janë mjaft të përqendruar në atë çka duan të bëjnë, në atë çka janë, në atë çka koha ka treguar që jeni me shumë fat në lidhje me takimet që kanë të bëjnë, në lidhje me vendime që mund të ndikohen dhe periudha kur ndodhin fenomenet është një mundësi shumë e mirë ndjes. Një periudhë shumë e mirë për sa përket anës ekonomike financiare, për sa përket ndryshimit dhe edhe kohës, është periudha që do të ndikoheni shumë në çështjet shpirtërore, disa lidhje që keni pasur problematike, do të thosh, me binjak dhe me bricjap do të zgjidhet. Do keni kujdes sepse lidhjet e vështira në kohë, por jo se është problem, por nuk diskutohet që po. Dhe mundësitë që keni janë me shigjetarët e diçit të tretë. Vazhdimësia duket perfekte. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme dhe dita e fundit e muajit ku kërkon vendosmëri dhe zgjuarsi. Para se ndajmë bashkë, më kujtoj edhe një herë për gjithë ju të shikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo diasporë në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë kemi këtë faqen këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes dhe më pas tek sekretaria e dini atje, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve dhe juve dëshironi të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat atje që jeni gati, sepse ditët ikin shumë shpejt dhe do kemi edhe akoma më shpesh, por çdo të mërkur jemi drejt për së drejti me juve, pyetje përgjigje. Dhe kjo do të thotë që është mundësia për juve që nuk e keni bërë akoma, shikojeni sepse besoj që nuk i merr shumë kohë për të ndjetur të hapin këtu pra, dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani unë juroj mbarësi në çdo drejtim. Një muaj të mbar që fillon dhe ju uroj një ditë të lumtur. Gjithë mirat.